Si po ndjesh pas hat-trickut të shënuar? Po, tjetër që është një ndjenjë shumë e veçantë edhe normal që jam shumë i dushëm. Tash nëse po pres me shkuar në shtëpi, po gjitha momente po ndeshen se si rrjedhën gjërat e jam shumë i lumtur. Tash do shkoj në shtëpi do festoj me familjen patjetër. A e kalova atë ngërçin e këto dy ndeshje, sepse ke qenë i bllokuar edhe madje i kritikuar shumë për disa prej ndeshjeve që nuk arrihej të zhbllokojë të ekipi kombëtar i Kosovës. Po patjetër, normal që këto ndeshje normal që mua dhe për këtë rikthim shumë të mirë timin dhe shpresoj që këtë rikthim domosdoshmë me kaq me këto ndeshje dhe tjetra edhe më i gjatë. Patjetër që në disa ndeshje normal që nuk kam qenë në atë nivelin tim, por shpresoj që tash vetëm e tregova vetëm dhe shpresoj që këtë do t'jetë vetëm një rifillim dhe të mos mbarë mas një. Topin e ke marrë? Po besoj që po. Po, patjetër këtu e kom. A e ke marrë me në nënshkrimet litarëve, apo nuk ke vendosur të jenë edhe në... Normal, me nënshkrimet se këto do të mbetin kujtim të gjithëmimet e mija dhe do ta ruajsh jashtëzakonisht shumë dhe normal që do të jenë ndoshta kujtimi më i mirë për mua sepse është hat-tricku i parë me kombëtar. Por e di që edhe sa herë që shënon gol ki edhe dedikime. Për kënd është ky hat-trick dedikim? Kujt i shkon? Patjetër që i shkon familjes time, nënës, bashkë motrës, babit dhe gjithë vëllezërve të mi, dhe bashkë gjithë familjes time, sepse më kanë nejtë në këto momente të vështira, më kanë nejtë shumë afër dhe kanë qenë gjithmonë aty për mua që ka ta bëj këtë rikthim. E di që po dal pak sa jashtë temës, por nuk kam çfarë pa të pyet, sepse ka pasur edhe pyetje pse s'po e pyet Albion Ramani në lidhje me aventurën e tij tek skuadra çeke ku jetë Spartaku, por ka pasur aludime që do të rikthehesh te Rapidi. Apo i jep fond në këtyre aludimeve, çka do ndodh me ty? Kam thënë në djene konferencë që nuk janë të vërteta, sepse vetëm kanë mediat vetëm kanë raportuar se do të kthehen, por nuk është e vërtetë, kështu që unë vazhdoj të jem pjesë e sportit dhe nuk e di nëse vjen diçka e mirë në top 5 ligat, normal që do të ulim ta diskutoj me klubin patjetër. E mirë është kjo kur të raportojnë për ty se rritet interesimi edhe më i madh dhe çka do të bësh pas kësaj feste, the që do të shkoj te familja të festoj. Dallimi pak a shumë mes Armenisë dhe ishëve komore. Ndaj të dyja skuadra shënove, sidomos ndaj ishëve komore kishte mundësi ende më shumë çënosh. Por që njëherë ishte një ishe i pafat në një rast kur kishte pranë të shënosh hat-trickun. Nuk kanë qenë kombëtarë që theme që në nivelin e dobta kanë qenë edhe fizikisht jashtëzakonisht mirë, por ne punojmë shumë mirë dhe ja arritëm të dalim në lojën tonë dhe patjetër që këto gola normal që vinë nga loja e bukur. Kështu që po besoj që kemi marrë një mesazh shumë të mirë edhe për ekipin dhe të vazhdojmë përpara. Besmir, unë vetëm dua t'ju përshëndes të gjithëve sepse gjithë ekipa po më pret, kështu që ju përshëndes dhe faleminderit shumë për këtë intervistë. Respekt për juve. Faleminderit shumë që u lidhe bashkë me ne, kështu që shko dhe festo e kënaqur me ekipin. Shumë faleminderit, respekt, kaloni mirë. Faleminderit shumë.